Jemi sërish së bashku, jemi në këtë maraton të 31 dhjetorit, kemi gjithë ditën sot që jemi me ju dhe ju me ne në ekranin e Blu Televizion, ndajmë urimet, ndajmë këtë atmosferë festive të çdo familje të ftuarit që ka qenë me ne pjesë, e tillë do të jetë edhe rasti në fjalë. Është një nga ato zonjat që me punën e saj të përditshme, këmbgulse, vullnetin dhe disiplinën, por mbi të gjitha pasionin, ushqen ëndrat, krijimtarin, është uralitse e këtyre brezave të rinj dhe artit, për të qenë më afër vlerave dhe për t'i rritur këto vlera për të qenë krenaria e të nesërmes. Kush më mirë se drejtoresha e Qendrës Kulturore zonja Albana Curo, por unë i flas zysha në përditshmërinë time se e tillë ka qenë edhe për mua, do të ndaj mesazhin e saj për 2025-ën që lëm pas dhe për përçmëritë e një viti të mbar dhe të begat. Faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma. Mirë se u gjeta, faleminderit që jeni gjithmonë të gatshëm me ftesat tuaja dhe ne mirëpresim me shumë dashuri. Unë zysha do të drejtojmë në këtë rast, se ka që vite... Emocioni dhe kënaqësia për mua është gjithmonë... Edhe unë nga duart tuaja kam dalë. Zysha, po lëm pas një vit në cilin edhe reflektojmë dhe pasqyrojmë, bëjmë edhe një analizë të themi, për juve, duke qenë edhe në një drejtim të fort, edhe që kërkon edhe forcën që nuk ju mungon, por padyshim edhe përgjegjësinë. Si ka qenë 2025-a? 2025-a për ne ishte një vit që na provoi, por nuk na theu. Ishte një vit i emocioneve të forta, i sfidave, i lodhjes, por edhe një vit drite ku fëmijët kanë shkëlqyer. Ne në këtë vit kemi organizuar 2 festivale që nuk ishin organizuar kur në qytetin tonë. Organizuan festivalin e parë internacional me pjesëmarrjen e fëmijëve nga disa vende të Europës dhe të botës dhe kemi organizuar festivalin e parë të koreve të shkollave 9 vjeçare të qytetit, i cili kishte munguar qytetit tonë. Dhe për këtë jemi shumë të kënaqur dhe krenar për punën e gjithë stafit të Qendrës Kulturore të Fëmijëve, por gjithmonë në bashkëpunim me të gjitha drejtoritë e shkollave 9 vjeçare të qytetit, me zyrën vendore rajonale Vlorë. Ne para se të ndajmë edhe bisedën më thellë, do të ndalemi te disa inserte. Ka qenë një koncert i organizuar tek Teatri Petro Marko në këtë atmosferë festive. Nëse bëhet fjalë, bëhet aktiviteti i fundit i organizuar në dhjetor, mbrëmja e madhe, festat e fund vitit. Ishim me rastin e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, një koncert fantastik me artistët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, me grupet artistike të kërcimit që u përfshin në gjithë të mbrëmje festive. Magjinë e tyre do ta ndjekim së bashku të dashur shikues, do të rikthehemi sërish me Albana Curon për të ndarë edhe mesazhin e fundvitit. Do selim shumë aktivitete, dhe shumë mbështetje, dhe shumë dashuri. Edhe gëzuar vitin e ri 2026. Unë sot këndova, festuam dhe u kënaqa shumë. Gëzuar vitin e ri. Unë kërceva, u këndova, u gëzova, gëzuar vitin e ri. Unë këndova, u kënaqa shumë edhe gëzuar vitin e ri. Unë këndova, kërceva dhe festuam këtë. Gëzuar vitin e ri, 2026. Ne kënduam, u kënaqëm, festuam dhe gëzuam shumë mirë. Unë ndjeva shumë mirë dhe gëzuar vitin 2026. Unë thash një pjesë që dhe pse duke e vogël ishte shumë e rëndësishme për të tërë festën. Ne sot festuam, u kënaqëm, por më shumë u kënaqëm për veten sepse tani po vjen viti i ri dhe shpresoj që të tërë fëmijët atje jashtë të jenë të lumtur, të gëzuar dhe të kenë një vit të mbar. Gëzuar vitin e ri. Sot kjo fest më pëlqeu shumë, më pëlqeu që kënduam të gjithë, edhe patëm të eksperiencë kaq të bukur. Gëzuar vitin e ri 2026. Në këtë fest ne kënduam, festuam, vallëzuam edhe u lumturuam që viti i ri po afrohet në shtëpitë tona. Dhe ju uroj gëzuar vitin e ri 2026 të gjithë fëmijët në mbar botën ku janë. Ne kënduam, ne festuam, gëzuar vitin e ri 2026. Kjo ishte një fest shumë e bukur për ne dhe për të gjithë shqiptarët. Ne kënduam, kërcyem dhe festuam së bashku.
dhe ju uroj gëzuar vitin e ri 2026 dhe të jeni sa më mirë. Mua më pëlqeu më shumë eksperienca dhe dritat, gjëra të tjera. Po. Unë ndjeva mirë e hatshëm përpara njerëzve. Kjo festë sot doli shumë e bukur dhe ju uroj të gjithë fëmijëve gëzuar vitin e ri. Unë u kënaqa shumë, ishte një mbrëmje e paharrueshme dhe ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri 2026. Gëzuar vitin e ri 2026. Ju uroj të gjithë fëmijëve njerëzve gëzuar vitin e ri dhe Krishtlindjet e 2026-s. Gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri për fëmijë. Gëzuar vitin e ri 2026. Unë ju uroj fëmijëve sukses dhe jenë të lumtur dhe gëzuar vitin 2026. Gëzuar vitin 2026 dhe unë ndjeva shumë e gëzuar me gjithë këtë festë. Çfarë bëre sot? Këndova. Gëzuar vitin e ri. Ju uroj të tërë fëmijëve gëzuar vitin e ri dhe t'ja kalojnë sa më bukur. Gëzuar festat dhe shpresoj që të fati juaj t'ju ndodhi. Shpresoj që gjithë fëmijët, si edhe të rriturit, që gjithë që po shikojnë të kenë një vit sa më të mbar dhe plot të mira. Ju uroj të gjithë festë të mbarë dhe gëzuar vitin e ri 2026. Një urim për të gjithë shqiptarët që të kenë paqe, mbarësi dhe gëzim në shtëpitë e tyre. Emocionet e fëmijëve. Ata zakonisht kanë emocione, por ndoshta duke qenë në prag festash më të ndjera, më Ky aktiviteti i këtij viti erdhi në një formë ndryshe, kishim konceptuar ndryshe. Ishin të ndërthura dëshirat e fëmijëve dhe çfarë prisin ata nga viti i ri. Dëshirat ata ja drejtonin babagjyshit, ëndrat e tyre dhe i kërkonin vitit të ri çfarë do sillte për ta, çfarë do sillnin për qytetin e Vlorës, për artin, për kulturën, për gjithçka, për ëndrat që fëmijët kanë që përjetojnë. Ishte një emocion shumë i bukur. Jemi ndjer shumë të vlerësuar nga të gjitha takimet që kemi bërë pas aktivitetit me prindrit, me pjesëmarrësit që ishin në sallë, dhe gjithë na uronin për një aktivitet ndryshe, një gjë që kishte pas shumë emocion, që sjell shumë lirshmëri te fëmijët, gjë që ishte dalluar nga publiku, sepse ne gjithmonë jemi me ato emocionet e punës dhe asnjëherë nuk e vlerësojmë dot punën tonë, nuk mund të themi që ishte kështu apo ndërsa vlerësimet e prindërve, vlerësimet e publikut ishin shumë pozitive. Ne zakonisht presim atmosferën e festave ose ndonjë datë të caktuar që të ndihemi në këto ethet e tyre. Por ju madje mendja në emocionet e këtyre fëmijëve jeni në përditshmërinë tuaj dhe e keni fest. Ka ndryshuar kjo ndjesi në kohë? Kjo nuk ndryshon kur Viola, çdo aktivitet ka të njëjtin, ka emocionin e tij. Ky vit ka qenë shumë i ngarkuar, sidomos nga periudha tetor, nëntor, dhjetor, ku ne filluam me krosin masiv që keni qenë dhe ju prezent, me pjesëmarrjen e fëmijëve të gjithë qytetit. Kemi organizuar festën e madhe, ngjyrat e nëntorit, ekspozitën, ngjyrat e nëntorit përsëri me pjesëmarrjen e fëmijëve, ku ne kemi vlerësuar të gjithë talentet e qytetit. Dhe kjo ishte, si të themi, ajo kurora e bukur e mbylljes të gjithë aktiviteteve. Emocionet janë gjithmonë të pranishme në çdo aktivitet. Sado që ne për vit bëjmë, në çdo muaj kemi aktivitete dhe mund të thuash, po çfarë bën Zysha, mbaj mend që kur kemi qenë bashkë, që kemi bërë festat e nëntorit, jo, emocioni vazhdon njësoj. Gjithmonë mund të them që rritet. Me kalimin e viteve sikur i përjeton akoma më fort. Po. Në këto intensitete, çfarë prisni dhe çfarë keni të planifikuar për 2026-ën? 2026-ën është në prioritetet tona që t'i vazhdojmë këtë rrugëtimin e të dy festivaleve që ne kemi nisur në 2025-ën, por këtë vit duam të organizojmë festivalin e parë të këngës qytetare, popullore qytetare, ku të përfshihen gjitha trevat. Dhe kjo do jetë një gjë shumë e veçantë për fëmijët, gjë që nuk është realizuar. Presim me mbështetjen e bashkisë, se kuptohet, dhe me mbështetjen e të gjithë dashamirësve të artit, që të organizojmë këto aktivitetet të veçanta për fëmijët. Pra dhe një tjetër surprizë, sa po zbuluar, jemi besim plot që do të realizohet. Në qoftë se do të kishim një urim për Albanën, kush do të ishte për këtë fund vit? Urimi im do të thosha që viti i ri na gjejnë në radhë të parë gjithëve të bashkuar, me vizion më të qartë dhe me energji të reja për të zhndruar mundësitë në suksese më të larta.
Ju uroj të gjithë talentet e qytetit, sidomos grupin e fëmijëve të qendrës kulturore, stafin e qendrës kulturore, gjithë qytetarët vlonjat, një vit sa më të mbar. Një vit të ri, të gëzuar, me paqe, lumturi dhe gëzim në çdo familje, në çdo shtëpi. Zësha, unë të falenderoj që ishe me mua. Një kërkesë publike është që këto drita që na keni dhënë këto kohë të vazhdojnë edhe për 2026, se janë drita që na ngrojnë, jo vetëm neve dhe na motivojnë, por gjithë qytetin. Suksese. Ne themi që dritat i kemi ndezur dhe do mundohemi që ato mos të fiken më kur. Po qyteti të shkëlqej nga dritat e fëmijëve që janë dritë për çdo shtëpi dhe për çdo qytet. Të falenderoj dhe festat të mbara. E në këto ndriqime të alegrisë së fëmijëve, ne do të shkëputemi dhe jemi sërish bashkë.